Fluksi lart lëvizjesh është regjistruar në pikat kufitare me Greqinë gjatë festimeve të Pashkës ortodokse, si pasojë e lëvizjes së emigrantëve shqiptar që janë rikthyer në atë dhe për të festuar, por edhe qytetarëve që kanë udhëtuar drejt fshetit fqinj për të vizituar të afërmit e tyre. Pas përfundimit të festës, fluksi më i madh është në dalje territori shqiptar, duke krijuar radhë kilometrike automjetesh, si dhe pritje për udhëtarët. Sipas të dhënave të autoriteteve, gjatë 24 orëve të fundit shërbimet doganore në Kakavi kanë përpunuar gjithsej 9.777 shtetas, nga të cilët 3.532 në hyrje dhe 6.245 në dalje. Po ashtu janë përpunuar 3.213 mjete me 971 në hyrje dhe 2.242 në dalje. Udhëtarët shprehen se pritjet kanë qenë të gjata duke kaluar shpesh mbi 1 orë në radhë. Sa orë keni këtu, zotri? 1 ora. Kishit ardhur për Pashkë? Ναι, ήρθα με τη φαμίλια, τη γυναίκα και το παιδί μου. Tani po vete kem të ikur pushime, tani po i çojnë në shtëpi. Po. I festuat Pashkët jashtë? I festuam shumë mirë. Për festa? Jo. Keni punë? Autoritetet vijojnë punën për përballimin e fluksit, ndërsa pritet që situata të normalizohet gradualisht në orët dhe ditët në vijim. Të dyja palët po punojnë me kapacitet të plot me 6 sportele në dispozicion.